po xhamin më papaj. Edhe dhejtë të Arabisë në meraj. Profesionist e jurist, po Osman Musliu, Mullah Osmani, Po tash... po duhet të ishte në listë, sepse sot i gjithë mëngjesi, i gjithë paraditja, sot me lista është diskutuar lista dhe Mullah Osmani ka qenë ndoshta nga top diskutimet në rrjetet sociale. Ajo gjella fashma e fotëm me pasën me kryeministin tonë në detyrë. Në pjatë pasull e bën deputet. Si do qoftë, unë nuk do të shohme në aso, po si do qoftë, se cili ka të drejt, e mendon, po sa fiton, ajo është, bilin një garë, është një thonje shumë është e mirë. Diskutimi ishte me qenë se është klerik. Po, është klerik, po që aty dashta medalje. Të bëhet deputet. Po që aty dashta medalje. Se hoxha, kushtemisht, ajmë mërmenet, me shdo kusht, për nëse më nuk konë një ripetetike me veshe ekstravagante, a len hoqën me netë aty. Si i bjen puna takime në për komisione, në për sene, se ti në kuvensën ja sakton, ti kodin qysh më vesh. Edhe e përdora këto me qëllim, dhe ta shaj do të me matë betën, po si do qopë, është ambicje ti politike, ja mërmene, i ka thonë që mund bëdë, po xhamin më papaj, edhe dhejtë të Arabisë në meraj. Aj, nëse hin kuven, inshallah hin, mase veç ish kandidat, po mo xhamin, me vluda, me fol për fe, për mu si jetën, papa e ka. Çka nëse nuk e zbaton këtë që po thuani ju? Çka nëse i baton ju? Nëse bëhet deputet është fjala, dhe Inderumi, mban postin e tij. Jo me profesion jurist, kam marrë këtu me ndjes me pare të halal babës të ndjerë, jam shkollu këto e kam marrë pa kërgjo, pa kërkën hipoteka, nuk du të përzimin në fushën tjetër, po, nuk është e mirë, por imazhin që ka përpasuaj deri tasht. Me lon xhamin, me anë politik, a i ka pas kritika dhe për para për politikan. Tash, nëse o afru edhe ky, i respektu me hoxha, o hina sofër suedeze, kështu që ma mirë letë e vlesën me të opinioni, po aj më më folë muë si jetën për fe, për xhami, aj ka përfundu aj cikël, aj kapitull.